Nëse hani misër, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë vonë për ju. Misri është një ushqim i vlefshëm sezonal që nuk duhet t'ju ngarkojë me kalori të tepërta dhe t'ju sigurojë karbohidrate dhe energji të disponueshme shpejt, aminoacide, vitamina dhe minerale, përfshirë vitaminën B1, B5, acidin folik, niacinën, fosforin, kalciumin dhe magnezin. Besohet se ka origjinën në Meksik dhe në Amerikën Qendrore dhe është një ushqim sezonal i konsumuar nga civilizimet më të hershme që banonin ato zona. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Provat e përgatitjes së enëve të misrit shkojnë shumë larg, prej 7000 vitesh më parë. Misri është një ushqim me vlera ushqyese që nuk e ngarkon trupin me kalori të tepërta, pasi një kallim në mallësi mesatare përmban 80 deri në 100 kalori. Misri i freskët dhe i ëmbël është i pasur me karbohidrate dhe pak yndyrë dhe për këtë arsye është një burim i energjisë të disponueshme shpejt. Yndyrnat që mbizotërojnë te misri janë shumë të ngopura dhe mono të pangopura. Bërthama e misrit përbëhet nga lëvorja, gjithashtu dhe embrioni. Qelizat e lëvozhgës përmbajnë pigmente që përcaktojnë ngjyrën e misrit, të cilat të ndryshe nga e zeza në të verdhë në plotësimin e të bardhës. Misri i bardhë nuk përmban beta-karoten, ndërsa e verdha e përmban atë dhe kështu kontribon në plotësimin e nevojës për vitaminën A. Misrit i mungojnë 2 aminoacide thelbësore, lizina dhe triptofani, prandaj është mirë ta kombinoni atë në një dietë me bishtaja, pasi në këtë mënyrë do të plotësohet më së miri nevoja për proteina. Një dietë e pasur me fibra dietike është të treguar jashtëzakonisht efektive në uljen e niveleve të ngritura të kolesterolit dhe parandalimin e problemeve të zorrës së trashë. Lloji i fibrave dietike që gjenden te misri ka efekte të dobishme në nivelet e sheqerit, kështu që misri është një burim i mirë i energjisë për njerëzit me rezistencë ndaj insulinës dhe për diabetikët. Dihet prej kohësh që ushqimet me shumicë nisë shtetë të tilla si orizi, patatet, misri dhe gruri ndihmojnë në tretjen e ushqimit, veçanërisht në diarre. Studimet e fundit shkencore kanë konfirmuar kushtet dhe kohën kur duhet ta konsumoni atë. Misri përmban një lloj të veçantë fibre me aktivitet prebiotik të quajtur izomalto oligosaharide. Një studim i ribotuar tregoi se, sipas gazetës shkencore Nutrition, zbuloi se këto lloj fibrash mund të përmirësojnë funksionin e zorrëve të moshuarve që kanë probleme me kapsllëkun. Përveç se provohet se ndihmon kundër kapsllëkut, misri dhe produktet e tij janë ushqime ideale për lehtësimin e diarres, pasi ndihmon në normalizimin e tretjes. Përveç se ka efekte të dobishme në probleme në pjesën e poshtme të sistemit tretës, misri mund të jetë i dobishëm edhe për probleme në pjesën e sipërme të sistemit të tretjes, më saktësisht edhe problemet e stomakut. Një uluntim ka treguar se misri në sasi të vogël mund të neutralizojë aciden në stomak, andaj rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga gastriti dhe sëmundjet e ulçrave. Misri, si një ushqim i pasur me antioksidant, acid folik, frenues të proteazës dhe shumë kimikateve fitokimike, mund të konsiderohen luftëtar kundër radikaleve të lira dhe viruseve, dhe për këtë arsye duhet të zerë vendin në menun tuaj ditore moderne, gjithashtu edhe të moshuarit, të cilët mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të zorrës së trashë. Misri ka një shumëllojshmëri të gjerë të përfitimeve shëndetësore dhe është një përbërës thelbësor në kuzhinën natyre, të cilët duhet i kushtojnë rëndësinë më të madhe shëndetit dhe ushqyerjes. Misri është një ushqim i cili ka vlera të ulta kalorike. Ai jo vetëm që siguron kaloritë që nevojiten në baza ditore, por gjithashtu ka edhe një përmirësim të metabolizmit të shëndetshëm. Gjithashtu është i pasur me vitaminën A, B, E dhe shumë minerale. Përmbajtja e saj e lartë në fibra luan një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve të tretjes, si kapsllëku, hemoroidet, probleme kolorektale. Përmban antioksidant që veprojnë si agent antiinflamator që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të Alzheimerit. Uluntimet tregojnë se misri është një burim i mirë ushqyes për shumë njerëz dhe për kafshët. Misri përdoret jo vetëm si konsum ashtu siç është, por përdoret edhe në mënyra të ndryshme të tilla si buka e misrit, mjedhi i misrit, përdoret në gatime të ndryshme. Përveç kësaj, ajo ka kalori të ulta dhe përmban 3.4 gram proteinë për një pjesë 100 gramshe.
Ai është i pasur gjithashtu me vitamina dhe minerale dhe një burim shumë i mirë për rritjen e energjive të trupit. Misri është shumë i dobishëm për shëndetin pasi që përbëhet nga ushqime me kualitet të lartë. Përveç shihes, që mund të shtohet çdo vakti, gjithashtu siguron mbrojtje kundër një sër komplikacionesh kronike, pasi është i pasur me fitokimikate. Këto janë në përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tij, sipas Nutrition. Misri përmban shumë minerale që përfiton trupi i njeriut: fosfor, magnez, mangan, zink, hekur, bakër, të cilat gjenden në të gjitha varietetet e misrit. Ai gjithashtu përmban gjurmë të mineraleve të tilla si seleni, të cilat janë të vështira për të gjetur edhe në dietat normale. Fosfori tek misri është i nevojshëm për të rregulluar rritjen, shëndetin e kockave dhe funksionet optimale të veshkave. Përveç kësaj, magnezi është i rëndësishëm për mbajtjen e niveleve të zemrës dhe rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Misri është gjithashtu një dyqan i vitaminave. Rekomandohet ta fusni misri në programin tuaj ushqimor pasi përmban vitaminën B1, B3 dhe vitaminën C. Misri është i shëndetshëm edhe për syt. Degenerimi makular dhe katarakta janë shkaqet kryesore të çrregullimeve vizuale më të zakonshme në botë, ndërsa infeksionet dhe moshat e vjetra janë ndër shkaqet kryesore të këtyre sëmundjeve. Ushqimi mund të luajë një rol të rëndësishëm në shfaqjen e tyre. Karotenoidet siç janë zeakanthina dhe luteina, të cilat janë antioksidantë të pranishëm te misri, kanë përfitime të rëndësishme në shëndetin tuaj të syve. Ekspertët cilësojnë misrin si një nga zgjedhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, misri do të luajë një rol pozitiv edhe për mbrojtjen e shëndetit të syve. Ekspertët cilësojnë misrin fal elementeve të tij ushqyes si një nga zgjedhjet më të mira për të shtuar në dietën e përditshme, gjithashtu edhe për të parandaluar komplikacionet e tyre. Misri është një produkt shumë i mirë i cili mund të japë rezultate fantastike edhe për rritjen e energjive të mira trupore. Falë shumave të larta të karbohidrateve të pranishme, misri është një burim i lartë i energjisë. Karbohidratet sigurojnë energjinë e nevojshme për funksionet e duhura të trupit. Misri është një burim shumë i mirë i elementeve të shëndetit të trurit. Gjithashtu, misri është një ushqim i konsumuar edhe nga atletët për të rritur energjinë trupore. Misri do të ulë nivelin e kolesterolit të keq në trup. Sipas Journal of Biochemistry, konsumi i misrit do të zvogëlojë kështu kolesterolin e keq, duke frenuar më tej edhe thithjen e kolesterolit në trupin tuaj. Ky reduktim në lipoproteina me dëndësi të ulët përfshin kolesterolin, reduktojnë sëmundjet e zemrës dhe parandalojnë arteriosklerozën dhe pastrojnë të gjitha radikalet nga trupi, citon Journal of Biochemistry. Misri është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për ata persona të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga hipertensioni. Misri parandalon kështu problemet e hipertensionit dhe jep rezultate fantastike në këtë drejtim. Misri përmban fitokimikate fenolike të cilët rregullojnë presionin e gjakut dhe parandalojnë hipertensionin. Përveç kësaj, misri është i pasur me vitaminën B, të cilat janë të dobishme për funksionet tuaja optimale. Lëkura dhe floku juaj gjithashtu do të përfitojnë nga konsumi i këtij produkti mjaft të rëndësishëm për shëndetin. Sipas ulëntimeve, vaji i misrit është një produkt shumë i mirë, i cili mund të japë rezultate fantastike edhe për shëndetin tuaj, sidomos edhe për lëkurën dhe për flokun, duke dhënë një mbrojtje më të mirë për organizmin. Misri është i pasur me lëndë ushqyese të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e zemrës. Përveç kësaj, misri është një lëndë ushqyese e shëndetshme me përmbajtje të pasur folati dhe elementë të cilët përmirësojnë organizmin tuaj. Konsumi i tij brenda normës do të japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të